mjedis që nuk kupton edhe bërën e konsultës me banorët e zonës. Jo me banorët që i përkasin njësisë Velipojës, po me banorët që janë të prekur drejt për drejt që janë banorët e fshatit Baksërrill. Ky është e para. E dyta, shoqëria Gener 2 ose ABA Blue Borgo gëzon statusin investitori strategjik në atë zonë? Jo, nuk e gëzon sta. A ka pagu taksën ndikimit në infrastrukturë për kryer këtë ndërtimi? Po, patjetër që. Sa e ka pagu Bashkia e Shkodër? 1% preventivit për 300 milion euro. Atëherë, ne na rezulton ndryshe. Nga informacionet që ne kemi marrë në Bashkinë Shkodër, ka dy konfirmime. E parë nuk gëzon statusin e një investitori strategjik. Dhe e dyta, një sekond. Taksa e ndikimit në infrastrukturë për 3% është i paguhet njësisë vendore, kështu e ka ligji. Dhe janë rreth 8.4 milion euro, 8.4 milion euro që në mënyrë dyshim ta mbaroj. Nëse je status investitori strategjik i përjashtuar nga taksa. Po i përjashtuar nga taksa. Si e pra dakord, shkojmë tek e dyta. Taksa e ndikimit në infrastrukturë i paguhet bashkisë, aty ku sjell efektin e drejt për drejt, që është 3% dhe është 8.4 milion euro për investimin 280 milion euro që është bërë. Tani, të të kuptoj tipo aludon se është dhënë leja pa pagu detyrime ndaj shtetit. Bashkia thot që ne nuk kemi marrë taksën e ndikimit në infrastrukturë. Që investimi po bëhet dhe leja është zbardhur pa paguar taksë. Ja do vazhdojmë me argument tjetër. Në 2025-ën, me 16 shtator 2025, fillun duke bërë disa punime ndërtimi. Nuk është për asë një punim ndërtimi për para janarit 2026. Tani më këje, jeme, apo jeme me Iranin, edhe avokati Iranit do na dalet.